qëllim primar të qartësoj kompetencat e autoriteteve përgjegjëse dhe të sektorit të inteligjencës në udhëtim. Propozimi i këtij projekt ligji imponohet nga procesi i negociatave dhe synon përputhshmëri të plotë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Tani do të ndalem shumë shkurt se çfarë garanton ky ligj. Së pari sigurinë juridike, duke plotësuar boshllëqet e lëna nga ligji 71/2016 për kontrollin kufitar, i cili parashikon vetëm transportuesit ajror, duke kufizuar fushën e veprimit vetëm në përpunimin e të dhënave të tyre, duke lënë jashtë pjesën tjetër të pasagerëve që udhëtojnë me tokë dhe det. Së dyti, ligji garanton sigurinë e të dhënave të pasagerëve, të cilat do të transmetohen, përpunohen dhe përdoren vetëm nga një autoritet i vetëm. Së treti, ky projekt ligj garanton parandalimin, hetimin dhe ndjekjen e veprave penale dhe zgjidhjen e çështjeve hetimore të lidhura me veprimtaritë kriminale dhe konfliktet civile, ndjekur ose rrezikun që vjen nga terrorizmi dhe migracioni i palishëm. Gjithashtu në projekt ligj përcaktohen qartë cilat janë të dhënat e pasagerit, duke specifikuar të dhënat paraprake dhe veprimet që pasojnë, veprimet e mbledhjes, përpunimit, shkëmbimit të të dhënave dhe mbi të gjitha mbrojtjen dhe garantimin e të dhënave personale. Pa dashur të futem më tej në detaje teknike, sepse në fakt nuk e kam edhe kompetencën teknike për ta bërë këtë, por në këtë rast do të më mjaftonte besimi që kam tek profesionalizmi i Ministrit të Brendshëm si propozues i projekt ligjit. Por doja të ndaja me ju të nderuar kolegë dy momente kryesore të cilat unë i gjykoj të rëndësishme për sa i përket këtij projekt ligji. Së pari, ky projekt ligj na vendos në të njëjtën gjatësi vale me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, si një detyrim për të garantuar rrugën europiane të Shqipërisë. Sepse të nderuar kolegë Evropian nuk na bën dot në fakt as çelja në kohë rekord dhe grup kapitujve, as dëshira e madhe e çdo qytetari shqiptar dhe aq më pak thjesht dhe vetëm vullneti i mirë i politikës. Rrugën tonë europiane përcaktojnë në fakt standardet dhe vetëm standardet, për cilat jemi të gjithë përgjegjës për t'i zbatuar, jo thjesht në letër, por në realitet. Së dyti, do ndalem tek rritja, sidomos në vitet e fundit, në një progresion gjeometrik e flukseve në hyrje dhe dalje të vizitorëve, nga ajri, toka dhe deti. 11.7 milion turistë, shtetas të huaj dhe shqiptarë vizituan Shqipërinë në vitin 2024. Vetëm në muajin maj 2025 janë regjistruar 1.67 milion shtetas shqiptarë dhe të huaj, të cilët kanë hyrë në Shqipëri kundrejt 700 e diçka më tepër mijë vizitorëve dalës. Pra flukset në hyrje janë shumë të larta se sa ato në dalje. 4.3% më shumë në muajin maj se sa në vitin majin e 2024 tregojnë për një rritje të vazhdueshme të këtyre flukseve dhe për më tepër 23% më shumë kohëzgjatja e net qëndrimeve. Këto nuk janë thjesht shifra, janë tregues të pozicionit më të mirë që ka pasur ndonjëherë Shqipëria si një destinacion që ofron jo vetëm burime natyrore atraktive, por mbi të gjitha mikpritje, paqe dhe siguri. Nuk hyj tek ata njerëz të cilët shohin vetëm pjesën e bukur të turizmit, por tek ata që shqetësohen edhe për pasojat që mund vinë nëse këto nuk kontrollohen. Çka do të thotë që nëse nuk sigurohemi pra që kjo siguri dhe paqe të mos cënohet, na duhet që ta mbrojmë këtë siguri nga rreziqet që vijnë nga terrorizmi, konfliktet apo dhe migracioni i palishëm. Për këtë arsye na duhet, nderuar kolegë, ky projekt ligj dhe projekt ligje të tjera si motra, të cilat jo vetëm na parafrojnë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, por na vendosin në standarde të njëjta me ta. Ju falenderoj dhe ju ftoj që ta votojmë këtë projekt ligj. Faleminderit zonja Resulaj. Fjala për zotin Shehu, përgatitet zoti Leskaj. Faleminderit zoti drejtuesi i seancës. Së pari unë që në fillim dua të deklaroj votën time kundër këtij projekt ligji. Pse? Dikush mund çuditet. Unë them sepse dhënia të tilla instrumentave, si ky, një regjimi është i rrezikshëm. Është tjetër gjë nëse flasim për vende demokratike, për sisteme demokratike, për qeveri demokratike,
është në tjetër gjë kur flasim për regjime si regjimi i Tiranës. Krejtësisht antidemokratik, shtypës, që përdor çdo gjë për të kontrolluar qytetarët, për të hyrë në privacy-n e qytetarëve, për të përdorur të gjitha të dhënat, për të deportuar kudo dhe për t'i përdorur për interesa politike dhe shtypse mbi qytetarët. Ky është regjimi. Prandaj ky ligj, i cili në vërtet është një ligj i dyshimt dhe ka pikpyetje të mëdha, dhe nuk është e vërtet, nuk është tërësisht në përputhje me standardet dhe europiane, gjë që e thot edhe në materialin paraqitës, ku thuhet se është pjesërisht në përputhje me direktivat europiane, është një armë që mund të përdoret më të rrezikshme nga regjimi. Një regjim policor, një regjim shtypës, një regjim i cili ka çuar në cënimin e të drejtave të qytetarëve shqiptar. Një regjim i cili po përdor dhe ka përdorur dhe të dhënat personale si një armë shtypse, si një armë dëmtuese dhe si një armë sunduese në vendin tonë. Kjo gjë u pa kudo. Shikohet kudo. Shikohet në mënyrën e funksionimit të shteti, i cili funksionon në funksion të grupeve narkotrafikante, në funksion të keqbërësve, në funksion të deformimit demokracisë dhe padyshim absolutisht jo në përputhje me interesat e qytetarëve dhe të drejtave të tyre. Juve, përfaqësues të regjimit që sillni këtë ligj, ju kërkuat dhe gjykuat dhe shkatruat në një proces të rëndësishëm demokratik, thelbin e demokracisë dhe procesit zgjedhor. Duke përdorur të gjitha instrumentat e regjimit, që nga policia, që nga patronazhistët, që nga të dhënat, që nga dokumentat, që nga keqpërdorimi i administratës, i fondeve, dhe duke krijuar në këtë mënyrë absolutisht një dizastër në procesin zgjedhor në Shqipëri. Dhënia e juve të tilla instrumentave padyshim është e rrezikshme, sepse ju i keq përdorni këto instrumenta, ju i keq përdorni për të kontrolluar qytetarët, për të deformuar demokracinë dhe për të goditur të drejtat e tyre. Prandaj, unë do ta votoj kundër këtë projekt ligji dhe nuk e votoj këtë projekt ligj. Sepse më bindur që do ta përdorni si një armë në kulisë të qytetarëve. Ju çdo gjë përdorni në këtë mënyrë. Ju kërkoni të diskriminoni qytetarët në bazë të bindjeve politike, në bazë të shërbimit që ju bëjnë juve. Ju kërkuat e bët që një proces zgjedhor të hidhej në erë. Ju në këtë mënyrë keni ndërtuar një shtet antidemokratik. Prandaj një ligj i tillë, dhe aq më shumë që ky ligj nuk është krejtësisht në përputhje me standardet europiane, do të ishte një armë e rrezikshme shtesë në duart tuaja të papërgjegjshme, apo më mirë të thuhet të përgjegjshme për të shkatruar demokracinë dhe për të forcuar narkoshtetin, të cilin ju po e ngrini dhe po e vini në drejtim të këtij vendi dhe në kurisë të qytetarëve. Prandaj e theksoj edhe një herë tjetër, nuk jemi në një vend ku ka institucione të depolitizuara, ku ka polici të depolitizuar, ku ka prokurori të tillë, ku ka institucione që respektojnë të drejtën e qytetarëve dhe qëndrojnë padyshim në krah të demokracisë. Jemi në një shtet ku gjithçka është e politizuar, gjithçka është në funksion të regjimit, gjithçka është e kontrolluar nga regjimi. Prandaj një ligj i tillë absolutisht për mua është i papajtueshëm me atë që ne duam, me shkatrimin e këtij regjimi, me rivendosjen e demokracisë, me heqjen e armëve që ka ky regjim në dorë për t'u kundërvënë qytetarëve dhe të drejtave të tyre. Unë do përfitoj diçka tash përkisht në këtë linjë, me qenë se këtu është dhe ministri i Brendshëm, një çështje të cilët e kam ngritur dhe po e ngrë. Dhe pyes, pse policia e shtetit nuk vepron në qarkun e Gjirokastrës, kur po digjen për natë,
mbeturinat e Lubi Kumbaros të grumbulluar në Piskov, në Varibob apo diku tjetër. E kam ngritur disa herë. I keni me foto i kam nxjerr. Zjarre natën, tym ditën. Pse? Pse nuk të rrynë policia e shtetit për t'ju kundërvënë kësaj mafje të mbetjeve e cila funksionon atje? Në ato impiante jashtë ligjit të firmosura nga Lubi Kumbaro dhe në shërbim të atyre kryetaret bashkive të Kërcyrës dhe të Përmetit, kur po shkatrohet ambienti, po shkatrohet shëndeti qytetarëve, po shkatrohet baktia, bujësia dhe vjosa mbushet me mbeturina sepse ka dy rrugë ato, o i hedhin në lumë kur ka shira direkt apo nga proj afër asaj të Piskovës, apo i vën zjarri natën kur ka thasirë që të ndajnë midis tyre dhe fondet që janë, parat që do janë për përpunimin dhe transportin e tyre. Vepër kriminale, kam ngritë sa këtu në sallë parlamentit kam ngritë. Dhe policia nuk reagon. Pse nuk reagon se është pjesë? Ministri Përshëm është, drejtori i policisë është. Nuk ka denoncimet masë të bësh nga salla e parlamentit. Një deputet i zonës atje. Duke nxjerr fotot, duke nxjerr materialet, duke i publikuar pa rreshtur dhe heshtje absolute. Përkundër shkohet i bëhet presion qytetarëve që protestojnë, pse bëni presion juve? Kërkohet i bëjnë të heshtin ata. Ku është kjo? Kjo ndodh vetëm në diktaturat, vetëm regjimet anatollake, vetëm në sultanatet. Dhe ky është modeli i regjimit tuaj. Dhe imagjino të japin dhe një ligj të tillë si ky sotmi, si ta përdorni ju atë. Kur jo dhe për të çështje të thjeshta, prisni urdhën nga Lubi Kumbaro për të ndërhyrë. Keni frikë ndërhyni, apo e them unë ju? Nuk jam mban ndërhyni. Një polici e paralizuar nga Lubi Kumbaro atje. Nga një ministër që nuk guxon të japi urdhër policisë të veprojë. Kërkoj shpjegime zyrtare nga kjo gjë. Dhe vend më i mirë për kërkuar shpjegime se salla e parlamentit nuk ka. Nëse një deputet i një vendi demokratik do të ngritur të probleme në parlamentin e tij, do ishte vënë në vite të shteti. E gjithë policia, gjithë prokuroria që hesht se fija barrit dhe s'bën asnjë veprim. Dhe qytetarët ai toksikohen, rrezikohen të smuren nga kanceri, nga smundje hematologjike, gjithçka shkatrohet, mbyllen penxheret, sepse nuk durohet të tymi, apo vjosa, mbushet me mbeturina, të cilat veshin pasaj gjithë bimësinë, rreth saj, dhe pasaj flasim për një lumë të mbrojtur nga UNESCO-ja, për një park natyral, ku ndodh dhe bëhet shumë me një park natyral, imagjinoni ç'mund bëhet me një park dhe këtë e bën dhe e lejon ministra e ambientit, ajo që është përgjegjësia për të mbrojtur ambientin, ajo që ka deklaruar që gjoja pas ka 80 milion euro për bonifikimin e vjosës, kur deri tash vazhdon akoma derdhin gjithë ujërat e zeta të qarkut, hidhen dhe mbeturinat e vjosë. Dhe policia, për të krim midisor që po bëhet, jo vetëm krim midisor, është korrupsion masiv, ja u them unë të gjë. Është korrupsion i madh, hesht. Prokuroria ri mbyllen në zyrat e saj se kanë frikë të nxjerrin hullën dhe syrin jashtë zyrave. Prandaj ky shteti, ky është regjimi nuk ka brinj. Këto janë regjimet. Dhe ju kërkoni pasaj një ligj të tillë të japin dorën janë tjetër për të shtypur më tej drejtat e qytetarëve, për të shtuar të dhënat për qytetarët dhe për të keq përdorur ato në funksion të regjimit. Faleminderit. Faleminderit zoti Shehu. Fjala për zotin Leskaj. Përgatitet zoti Koreshi. Në fakt, ndoshta edhe ju të pushoni pak nga sheret, fjala ime nuk ka lidhje me këtë politikën tuaj të zjarrt dhe luftarake. Unë këtu dua të përkujtoj datën 27 qershor si një datë dhe ditë kujtese dhe ndërgjegjësimi për çështjen Çame.
Data 27 qershor është një ditë me rëndësi të veçantë në kalendarin kombëtar shqiptar. Në vitin 1994, Kuvendi i Shqipërisë, me iniciativën e Partisë Demokratike, grupi parlamentar të kohës, e shpalli këtë ditë si ditën e përkujtimit të genocidit dhe shovinizmeve grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë, duke njohur kështu zyrtarisht një plagë të hapur të historisë sonë kombëtare. Kujtoj me mirënjohje profesor Abedin Elmazin, ish deputet i Vlorës i Partisë Demokratike, si iniciatori kryesor i përfshirjes së 27 qershorit në kalendarin kombëtar. Çështja Çame është një nga dramat më të mëdha të historisë moderne shqiptare. Ajo përfshin dy periudha kritike. 1923-1925, spastrimi i parë, ku mira shqiptar musliman të Çamërisë u dëbuan nga trojet e tyre, dhe 1924-1925, spastrimi përfundimtar i orkestruar nga generali famkeq grek Napoleon Zerva përmes një fushate të genocidit të mirëfillt, masakra, përdhunime, shkatrimi pronave dhe dëbime me dhunë. Kjo strategji shoviniste greke u bazua në doktrina nacionaliste dhe përmbush të gjitha kriteret për të cilësuar si genocid, ku mbi 6.000 çam u vran, pjesa më e madhe e tyre gra, pleq dhe fëmijë. Pas mbi 80 vitesh, çështja Çame mbetet ende e pazgjidhur. Shteti grek jo vetëm që nuk e njeh genocidin, por refuzon të pranoj edhe vetë ekzistencën e komunitetit Çam në Greqi, e shqiptarëve të Çamërisë në Greqi. Sot në trojet e tyre jetojnë ende 70-80.000 Çam ortodoks, të cilëve u mohohet çdo e drejtë etnike dhe janë në proces të thellë asimilimi. Shqipëria nga ana tjetër, në gjithë këto vite demokraci, mbi 35 vite, nuk ka arritur të ndërtoj një strategji të qartë diplomatike për këtë çështje. Megjithse parlamenti miratoi një rezolut në 2004 dhe ligjet e mparshme e përcaktojnë këtë plagë si çështje zyrtare, përpjekjet kanë qenë minimale. Në historinë e qeverive shqiptare dhe të parlamentarizmit shqiptar, shënohet vetëm qeveria Meksi 92-96, kryeministri Meksi dhe presidenti Berisha që e kanë trajtuar me guxim këtë çështje në atë kohë. Dhe më vonë asnjë qeveri nuk ka bërë asnjë gjë për këtë çështje. Dy janë drejtimet ku shteti shqiptar duhet të përqendrojë përpjekjet. 1. Ngritja zyrtare e çështjes Çame në tryeza dypalqe me Greqinë si një çështje legjitime dhe e pazgjidhur, dhe 2. Përfshirja e çështjes në dokumente strategjike si Traktati i Miqësisë që daton nga 1996 kur të ripërtërihet dhe deklaratat e partneritetit me shtetet fqinje dhe BE-n. Shqipëria ka të drejtën sovrane si antare e NATO-s dhe OKB-s të kërkojë kthimin e pronave, njohjen e identitetit dhe dëmshpërblimin për pasuritë e shfrytëzuara padrejtësisht. Për ironi të historisë dhe për fatkeqësi të tyre, edhe në Shqipëri Çamët nuk gjetën drejtësi. Regjimi komunist i Enver Hoxhës shfrytëzoi për interesa politike dhe më pas i persekutoi me egërsi. Propaganda fliste për ndihmë, kur në realitet ndihma më e madhe erdhi nga UNRWA me rreth 1.45 milion dollar në atë kohë, çka sot është një shumë në tejet e madhe, në 10 milion dollar. Ndërkohë që shteti shqiptar u jepte atyre vetëm 250 gram bukë në ditë. Mira prej tyre vdiqën nga uria dhe sëmundjet në Shqipëri. Çamët, me mpretësi të thellë politike, refuzuan të bëheshin pjesë e luftës civile greke, duke mbrojtur vetëm flamurin shqiptar, flamurin kombëtar. Ky qëndrim i ndershëm kombëtar i tyre u akmor, gjeti akmarrje nga regjimi, me ndryshimin e shtetësisë në vitin 1953, ndëshkime të shumta, burgime, internime, madje dhe vrasje të maskuara si vetvrasje apo aksidente. Unë e kam përmendur dhe herë të tjera në kuvend, dëshiroj ta përmend edhe sot, telegrafisht me një fjali. Familja Sejko është shembulli më i qartë i këtij persekutimi të dyfish, nga grekët dhe nga shqiptarët. Teme Sejko, ero, partizan, meqense kjo mazhorancë sot me është partizane, dhe admiral u dënua me vdekje si armik, ndërsa familja e tij u asgjësua në mënyrë më çnjerëzore. Djali Sokoli u pushkatua, bashortja u vran në rrethana të dyshimta duke sajuar si vetvrasje, djali tjetër Edmondi kaloi jetën në burgje e të tjera. Regjimi i Enver Hoxhës shpiku tezën famkeqe, antikombëtare se çamët janë të pabes, një stigmë e padrejtë dhe kriminale. Sot
Brezi i ri duhet të di emrat e atyre që mbollën urrejtje ndaj çamëve, duke filluar nga diktatorët Enver Hoxha, Mehmet Shehu dhe të tjerë, Kadri Azbiu, Ramiz Alia, Rita Marko, Miallaj Ziçishti, Nevzat Asnedari, Sul Baholli e të tjerë. Disa nga pasardhësit e tyre janë aktiv në politikë sonte, në Partinë Socialiste dhe kërkojnë votën e qytetarëve. Kujtesa historike nuk është takmarrje, është ndërgjegje kombëtare. Çamëria nuk është thjesht një krahinë. Ajo është kujtesë historike, një amanet, një detyrim që s'mund të shtyhet më tej në arrest. Përballë historisë, drejtësia nuk parashkruhet dhe një popull që nuk kujton të kaluarën rrezikon ta përsërisë atë. Unë kërkoj ta kemi seriozisht në agjendën zyrtare të shtetit shqiptar këtë çështje, në diplomaci, në tekstet shkollore, në debatin politik, në ndërgjegjen e çdo shqiptari. Nuk ka paqe të qëndrueshme në këto kushte kur ti nuk njeh genocidin që është ushtruar ndaj shqiptarëve të tu. Nuk ka dinjitet kombëtar pa përballje me të kaluarën. Nuk ka shtet serioz pa mbrojtje të qytetarëve të vet brenda dhe jashtë kufirit. Unë ftoj nesër të gjithë shqiptarët, kolegët politikan, të bashkohen marshimit që çamët e Shqipërisë zhvillojnë në qafbot, në nderim dhe në përkujtim të 27 qershorit të kësaj dite kujtese dhe ndërgjegjësimi për çështjen çame. Ju faleminderit. Shumë faleminderit zoti Leskaj. Faleminderit edhe për këtë kujtesë që bëre për këtë ditë. Fjala për zotin Koreshi dhe këtu mbyllen diskutimet për këtë rend, për këtë pikë të rendit ditës. Faleminderit, nderuar koleg. Zakonisht jam mësuar që në këtë parlament flas për hallet e popullit, për hallet e fshatit përgjithësia, tjeku dhe nga bujësia, po kësaj radhe vi për hallet e patronazhistëve. Ka një mesazh, na mori malli. Na mori malli se gjendja civile duhet prap punë që të shpërnguli prap 1200 të ardhur nga Tirana 6 muajt e fundit në Lushnjë, e t'i dërgoj prap në Tiranë. Shkretët menduan se do ishin pushim të 3 muajt e beharit, menduan se ranë qetësi, por jo mas dasme, pas ka prapër të pastruar pjata dhe filxhan. Lushnja, për fatit tonë të keq, i ikën qindra drejtor, në Rapës nuk do hahet më qofte dhe do pjetë raki, dritat që vjeshin me urgjencë tashme nuk pëndizën me, koshet e pera vazhdojnë si para lufte t'jem prap mullar, filloj pera aroma pordës plevitosur që na ja ofrojnë fabrikat e pëjletave tani mas zgjedhve janë ndezur prap, e kësisoj Lushin e mori malli për zgjedhjet. Pra mori malli për premtimet, po i bjen telefonave dhe çuditërisht janë gjithë fikur atyre që i bën. Du vendet e punës, ushqitën. Si ushqitën? Thjesht fare, presionin maksimum, lozim me bukën e kalamajve. Nuk ka asgjë të keqe këtu për të thënë dhe që këtë ditë çdo punojnë shtetëror. Nuk ka njësi administrative e cila nuk punoj orar dhe pa orar dhe mas orës 4, jo me premtimi si të ngrihesh dhe detyrë, po me premtimi si do t'igjesh nga punë në rast se nuk e bënte një gjë të tillë, sistemin e patronazhimit. Ikën të deleguarit dhe 2 nëndelegumit për çdo njësi administrative. Iku drejtori i OSHE-s, ikën gjithë të tjerë me radhë, që premtuan se bujku do të vadiste me një sistem me ujë gazuar. Deri këtu arritën premtimet. Sot kemi gëdhir prap si para 6 muajve. Hallë mbi hallë, shalqiri pas shit, gruri që ka 2 vjet që nuk mbillet edhe nuk shitet normalisht. Sot në vend të lopëve kemi vajin e palmës. Pa tjetër sepse
të gjitha ata baxhët që kishim radhë, u premtua që jepini deftik tani. Ngopeni me vaj palme të haj populli, se zgjedhjet u fituan. Shko, për herë të parë kur mendoj se sa me arrogancë shmarrë dhe si ju ka trajtuar ju patronazhistët, jo dhe qoftë dhe ju deputetët, për herë të parë mendoj që shqyqy që nuk e kam babën gjallë. Se 3 mandate rreshtje e lirojnë nanën, tani do kthehet nga baba, shqyqy unë shpëtoj të kjo pjesë. Por gjithë ju nga i parit e i fundit, do brorisni për këtë, do thoni jepi baba dhe se 2 rrotat e fundit ka ngeli. Si një barsalet e hershme shqiptare. Sot miq, dhimbja është maksimum, asgjë nuk ka ndryshuar. Shkoni pyesni Ajdin Lushnjë, shikoj se sa qef dhe sa hare janë, dhe sot sa bukur t'i thonë me teklif maroj 200.000 lekëshi që na dhanë për zgjedhje. Hajde pyesni të gjithë lushnjarët me Terezi, nuk ka nevojë më t'ju tregojnë se çfarë ka ndodhur sot, hapen gjithë. Të majtë djatë ata që i premtuat ju se do t'i ngrinin qell. S'ka më në hys gjokaj dollira, se iku ajo e keshit. Nuk është më, edhe pse në orar të punës shfryzonte për dollin hys gjokaj, sot nuk është më. Ata atje çfarë do t'i themi? Shalqiri sushit, domatja po ashtu jo. Rruga ngeli për gjysmë para zgjedhjeve. Premtim shkrepat i quam. Atëherë, do të vazhdojmë se si funksionoi e gjithë skema. Lejet e legalizimit është shumë e thjeshtë fare. Mjaftoni të shikoni urdhrat që ka Agjencia Shtetërore e Kadastrës, që bën me master plane dhe me lagje. Hapini të gjitha lejet e legalizimit që janë regjistruar dhe të shikoni janë të gjitha atyre njerëzve që ju keni premtuar që do të merrni votën. Pra një këtu, një atje dhe një atje më tan. Hapini e keni shumë kollaj. Të gjithë me radhë. Sakt, shkurt dhe shpejt, se çfarë ndodh. Hajde pyesni si funksionoi për traktorët me AZBR. E keni shumë kollaj, gjeni emrat se kush dhe si. Hajde në shikoni me skemën e naftës si është përdoruar. Shikoni listën e përfituesve. Se ku e kanë kanalizuar votën. A mund të quhet kjo vjedhje? Mendoj se po. Mendoj se po, sepse deri te drejtori i spitalit që ndante dhe shpërndante vinte vërtet me ambulancë e spitalit natën, pa pas asnjë smur, nuk e di se si mund të quhet. Pa mendoj se si burgu i rri lepe peqe çdo drejtor i burgut dhe fiton 100% pushtet. Ai pushtet që ka fut brenda. Se si ka mundësi që emrat caktura i burgaxhiu atje që nuk e di, ka harruar emrin nënës vet për aq vite sa ka brenda në burg, të gjej pikërisht atë kandidatët caktuar apo kandidatë caktuar. Masivisht. Këtë edhe bufi natën e gjën. Të nderuar shqiptar, unë po e mbyll shkurt, jam folur të flas pa hallat e juaja, por sot jam i gëzuar që nuk kam babën gjallë. Faleminderit, zoti Koreshi, këtu mbyllet